Se sot ka shumë substanca që përdoren për të rritur masën muskulare, për të rritur peshën, për të rritur mishin. Sot është gjithmonë e kontradikta që duhen ushqime në sasira të mëdhaja në një kohë shumë të shkurtër. Gjë që është e vështirë. Ata që merren industria ushqimore e botës përpiqet që të justifikojë këto që nuk janë të dëmshme. Tani vetë ju keni dëgjuar ato prekupimet e shtetit amerikan që të largohen njerëzit nga ushqimet e industrializuara. Domethënë tani po janë friksuar, jo friksuar, po i ka zënë, nuk kanë probleme vetëm me sheqerin atë që shtojnë. Sheqera në mënyra të ndryshme. Imagjino me substanca tjera që ruajnë, që konservojnë gjatë, që ju ruajnë shije, në ato që themin përdoret e aditivet ushqimor. Ata përmirësojnë shijen, ruajnë ngjyrën, që të ruhen gjatë mos. Po këto deri farmase pastaj bëhen, domethënë organizmi nuk i ka qef këto. Domethënë neve pa dashur i ofrojmë mëlçisë të metabolizojë një numër substancash që domethënë sa më shumë substanca t'i ofrojmë ne të metabolizojë, aq më shumë vështirësi vjen dhe aq më shumë probleme shkaktohen. Sa më pak substanca të huaja të ketë, aq më mirë është për mëlçin.